gabim katastrofal. Unë vetëm e pruna këtë gabim që the ati parë se ka tha Mojsiu vrani vetin thot Kurani, po nuk kanë Teurat. Ku e ka tha këta? Muhamedi ka folë si pas shefis vetë. Thot në sura 5:13 që thot krishterët tonë Jezus janë biri i Zotit që fut tonë Uzejri. Who the hell is Uzeir? S'di kush. Nuk ka një vërtetim historik që e pohon këta. Do me tha nuk mund është ti tash ka futën Kuran, thash e thamje, okej, familja e Noehit, a shpetoj, nik ajet kuranor, thot shpetoj familja Noehit. Tjetër tash e bajnë besimin i deku djali. Do me tha, o katastrofë, se po, të jepte kronologjin Kurani. Okej, pa i fillon me ljopën burë. Ka fillon me ljopën me njëherë. Unë kur kom lexu Kuranin të parën herë, kur kom kalua me njëherën ljopën, unë jam kja last. Ljopa, qka ljopa, mos të kish kuptu pak Biblën unë. Unë e kish marrë atë liber e kish jelë. Kom tha, qka ky liber? Meno të ashti, mos me dit Biblën. Po ti s'kishe me dit gjamër e burë, pej Kuranit nuk e din as kusha nëne Muhamedit, as kusha baba, as kusha thmija Adamit et Evës, as kusha gruaja, ti s'din kur gjamër e burë. Nuk ke as një përgjegje. Ty duhet me dalë pej librave tjera me formulua me jo stufukudi që është Kuranin. Kuranin vetë veti, o budala ku maj marë që ka krya njerëzimi. Për ata prapa pytja, si mundet një njeri edukum si ti me besu këta? Unë prapa thom, kom respekt për ty, ja menoj se ka psikologjia mua më duket se keni frikë me shpërthyë. Edhe me dalë me thahaptas nuk ka e vërtet. Ja dyta nuk je i sinqert. E kom ma shtirë me besua se si jenë sinqert. Unë nga psikologjia mesoj se keni presion aq të malë. E në gjdo mënyrë e ke luftën mrena vetish që munosh me justifiku që Kurani e i vërtet. I vërtet për çka? Pa mere Kuranin që janë e Kuran alone. Po çka do me spjegua me ta më rëbur? A nuk muj Allahu me illa do spjegime që janë në tafsira? A kupto, urno vazhdo se s'kam nevoj me përdor të në kohën. Po, që për shembull për morim surën e lopës se ti po e merë. Unë e kam një studim për këta. Lopa. Më falë, sa të gjesh, pse i thot lopa kur o kja vici ardë? Okej. Ama kuën tem se ti fole 5 minuta. Vazhdo vlla sa duesh. Lem të foli edhe mos më ndërprej fjallën. Now I'm in trouble. Pse surja quhet lopa? Po. A ke dëgju për Hathar? No. Hathar, okej, s'ke dëgju. Kjo nuk din çfarë do më thonë Hathar. S'ka problem. Qëre, na kena surën e grave, po nuk flet vish për gratë. Na kena surën e shpellës, po nuk flet vish për shpellat. Na kemi surën e Mejremes, alayha salam, po nuk fol vish për biografinë e Maris. Kena dhe surën e lopës, po nuk flet për lopën. Flet për... Qëra, a din kjo për mutal ti me surën e lopës është sikur në mutal me librin e Zanafilës. Pse? Pse quhet Genesis? Sa fillimi? Po me logjik, surja e lopës nuk flet për lopën. Thjesht po demaskon mentalitetin idhujtar.
Po flet për njerëzit që e kanë adhuru lopën. Tani kjo adhurimi i lopës çka do të thonë? Adhurimi i egos ose adhurimi i adhurimi i egos, ego e lopa. Lopa që na nuk e njohim është ajo lopa jon. Që na nuk e kena lidh me zinxhir, po e kena lënë zgjidhje, po bën mu ka po mundet. Po që të sanën me brien, Po qet me bri, e po vron her Drilonin, her Luigjin, her ata në TikTok, her TikTokun edhe. Lopa me bri. Pra, a ka mundësi na tu e kesh lopën jena bo lop vet? Ka mundësi. Sepse Kurani këtu jo rastisht e ka përmend lopën, sepse lopa është problem i njerëzimit. Përpara populli kanë thonë mos u bë lop. Lopa, a e ki pa, janë në veringun, zinxhirin qaf, ka dushë sjell ti, ajo nuk ka as arsye, as logjik. Dikush e gjun atje nigur nuj, e 100 të mesëm s'muj me nxjerr i bunarit, se qashtu, tash ti. Kjo Hathori që përmendet në Egjipt atje që e kanë adhuruar ata në mitologji, e kanë keq kuptuar lopa e shajt Hathor. Lopa që është therr në emrin e Zotit. Kurani nëse kish pas me kon produkt i mitologjisë egjiptiane, kish pas me shenjtru lopën, po jo, Kurani e shpartalloi lopën. Edhe tha, masi që u ardhë Kurani tash e mas nuk duhet më adhuru lopa. Edhe me këta e shkatroj simboliken e idhujtarisë. Pra, momenti kur tha nuk duhet më adhuru miti, as nuk duhet më adhuru lopa apo elefanti apo idhulli, që kjo për shembull Huti. Kjo për shembull elefanti, kjo nalt atje, që elefanti. Kjo është idhull, po unë nuk adhuroj elefantin. Unë e kam këto si simbol që mu mëson fuqin, mu mëson qëndrueshmërinë, durimin, po unë nuk adhuroj elefantin. Qashtu edhe lopa Hathor, nëse lexoni për mitologjinë e Hathor në Egjipt, atje e kanë pas një Hathor, edhe si duket është keq kuptuar simbolika edhe e kanë adhuruar. Tashti, mos e mbytni veten tuaj, unë e thash. Nuk po flet për mbytjen reale, po flet për mbytjen e egos. Edhe sipas sufive, lopa ose adhurimi i lopës është adhurimi i egos. Sepse bitë e Izraelit e adhurun egon e nuk e dëgjun Mojsiun. Prandaj Kurani po i rënon ata, po thotë mbyt në lopën tuaj. Mbyt në lopën, me mbyt lopën, me mbyt veten, me mbyt egon. Sepse ego i ka larguar prej pasimit Musës alayhis salam edhe prej ndjekjes së Zotit. Pra lopa në Kur'an në kuptimin ezoterik është egoizmi. Është ana materiale e egoizmit, është ana instinktive, është ana kafshërore, është ajo ana e kafshës që neve na është bo Zot edhe na vend se me adhuru përënin, shpirtin, frymën e shajt, na adhurojna kafshën edhe adhurojna instinktin, adhurojna lopën tonë. Pra Kurani po thotë mos adhuroj lopën. Ti po kesh me veten, nuk po kesh me lopën. Ja. A ka mundësi ti si ki kuptu çka është lopa në Kur'an? Vlla. A përshë Kurani po sfidon, po thotë ti s'po kupton çfarë lopa. Nëse ti nuk e kupton, neviç Kurani po thotë ty, nëse ti nuk e kupton çka është lopa, ç'ish ki mundësi me kuptu Kur'anin? 8 minuti kom vlla. Dëgjoj. Më tha mua se kuptoj lopën, u kam mjel lop. U dim edhe me mjel lopën. Mjel lop, po ata ka hina herë shkelem lop, ata ka rdu tomlin. Po. Çfarë më thon kjo? Na malsort i thome njeri që unë që jam i dashtun me grua, atër në fund i bërtase e kom derë të tomlin. E kush u bë lopa këtu? Unë, po dëgjo tash. Vlla, unë me ty mune mu knaq me vjeta, unë gëzo me të pa ty, unë kam fitu respekt për ty para se të kom taku, okej, që ka problem janë tash?
Kjo ljopa e Kuranit, që më tha mua se nuk e një ljopën në ofendim se u jam kjabari. Unë s'di gjatë tjetër vetëm ljopën. Por, puna kjo, merret një koncept biblik. Çka bajnë që i futën Biblin? E kryojnë e viqin e artë. Pse e kryojnë viqin e artë? Puna pak teologji. Krishtere, si e besojmë na. Egjiptiant alluroshin ljopën, alluroshin elin, alluroshin qengjin. Tash Zoti ju thot, këto preni, këtu fillo sakrifica biblike, e Levit, që ju thot, këta zotat e rrejshëm preni tash. Unë ato më në gjuhën moderne, një njeri, du thom trive, që ja, i adiktuar në pornografi, ki me i tha Zoti, në gjuhën aterna, gjdo herë që shep pornografin, theja telefonin. iPhone 17 për plasë për toket. Se kishe me bo, shiku pornografin ma rralë. Zoti ju thot, vrani i këta illujt e rrejshëm, që me e kuptua me sakrifiku një dash, apo një vich nuk o kje, punë e ljetë, o kje punë e male, për ata thirë fli, je flijua, se më di, ljopa më rrit, bonon 2-3 vjetë, derisa ta bën vichin, që me e vra gjdo herë, një vich, kur bëm kat, ke muruaj pak ma shumë për mkatit. Nojsen, Mojsiu del, me folë me Zotin, në bjeshkën Sinai, atje Zoti janë në urnimet, kur nuk e shojnë Mojsiu në populli thot, ka shkov kë Mojsiu, nuk ka Mojsi, nuk ka Zot. Kjo kur na bjellna, që e ke mu shpresën në ndrillonin, sa ma ndrillonin s'ka Allah, sa një igji nuk ka ma Zot. Kur këthet Mojsiu, populli thot Aronit, na jep arin, te kryojme një illull, do me tha, e kryojnë vichin e art, e allurojnë e i thone, ti na kje zjerë nga toke e Egjiptit. Që ka problemi tash? Kjo vich i kryon me arë. Kurani tash, e merë pak, atë bjeset, qka nëllën Kuran, bajet ljop që e prejnë. A mu që me prejnë ljopën e vichin e artë? Që do me thonë vici i artë? U ta shpjegova që do me tha vici i artë. Ilull. Qka është ai? Ilull. Se është i artë? Se është dukat? Pse? Se e kanë bashkuat gjithçka çka kanë pa? E kanë bashkuat gjithçka kanë pa, e kanë shkrin ta. A ky, si thone, Aroni ju thot, bashkoni tën arin çka kini, e krijojnë një viç të art, një zot të rrem. Por, Kjo është Zoti rrem. po ky, Kurani e thot e kanë prej ljopën, a mu që me prej ljopën, që jo arit, nuk mu që me prej. Çka nëllën Bibël? E në Bibël e thejnë, e prishin, e bajnë pik-pik, e pin ujnë e saj. A kupto? Që prapë thom këtu veshi, Muhamedi veshi, ka dhe gjua një tregim, e ka ba kullaq, kaqimak, pite, fli, e ka bërzijet e tana. Këta qëllim jem me tha, vazhdo, se s'kam nevoj me folden vën. Po të kuptoj, ti po krahason Kur'an me Bibel. Bibla dhe Kurani nuk po folin për sene, për objekte, po folin për njerin. Bibla po thot, the idhullin, the kryqin tënë, mos e adhuro. Për shembull, kur Muhamedi po thot, kur vjen Isa, do ta thën kryqin. Qysh thehet kryqi? Kryqi është egoizmi, nuk është ai kryqi që keni në kisha. Egoizmi, sepse kryqi simbolizon takimin mes hynores edhe toksores. Pra është njeri i cili po jeton në kryq, që është një farloj egoizmi. As ta Zoti, po as ka toka. Tash ti ka toka është ma shumë, ka qielli o ma pak. Biblia po thot the idhullin, pra mos e adhuro. Kurani po thot there lopën, ose u ther lopa, pra u ther ego, u ther që kjo. Tash ti. Qore, Po vlla, më pa që po tërhyj vetëm 2 sekonda. Po nuk e thot se Jezusi Isa ka me thuje vetëm kryqat, po ka me vrale derrat, s'ka tjetër punë, po ka me ardhë pe qiellit pas 2000 vjeç me vra derra. Kaman vlla, po ne dime se kjo aty me fol kudrat krishterëve burr. Vazhdo. Po
se Kurani kur flet për bijtë e Izraelit, disa What? pi atyne që e kanë thy moralin edhe përpara populli jonë ka thënë mos e bën derr. A kanë thonë kështu, mos e bën majmun, mos e bën derr. I kena këshëndru në dera dhe majmuna, nuk do më thonë që mbot dera majmuna prime, po morali i tyne, akhlaki i tyne, etika e tyne është ka ra nivel kafshës. Deri han gjithçka, pin gjithçka. Majmuni bën gjithçka. A ki pa majmuni që të del në rrugë dhe të bën me familjen e vet gjithçka dhe nuk i vjen marrë. Pra mos e bën majmun, mos e bën derr, në kuptimin mos e ul nivelin e mos bjerë në kafsh. There lopen ose e thyen viçin, do më thonë e thyen egon ose e therën egon. Çorep. Kur folim për lopën ose viçin e artë, shumica njerëzve për kuptojnë bukfalisht. Edhe ti qështu. Qëre, po mundona thjesht me thonë, po mundona me shpigu kështu për toke. Kur njeri ka tut, kur tutet, kërkon diçka që preket me adhuru. Ta shti për dikon nuk kon vici i artë, pra o kon parja në të kohë Dukati. Për dikon sa do dolari, petrodolari, është partia, është kombi, është feja, e kesh kuptume, është ideologia. Vici i artë nuk është kafsh. Çfarë ngjyre ka pas vici i artë? Nuk është kafsh. Është çdo gjë që ti e vendos për mi Zotin, për mi Perëndin. Kjo është Kurani edhe Bibla këtu po folin me shembëltyra, po folin me simbolika. Kurani nuk po flet për arusha e Bagti, po kallzon për njerin që i ka hup busulla, nuk po gjen rrugën për te Zoti. Lopa në Kur'an duhet më u therr sepse është surja më e got në Kur'an. Me to ki problemi më të madh. Nuk mundesh ti surja e parë në Kur'an është surja Fatiha. Çfarë do të thonë mu hap, me qel gjyksin tënd për me pranua Zotin, për me pranu shpirtin. Tash ti hinë në rrugë, tash ki punë me egon. E ki surën e lopës që surja e gat, Zotit nimof se ki punë me veten shumë. 30 vjet egoizëm tash du 30 vjet derisa të lajm edhe shprelojm zemrën edhe shpirtin. Pra derisa të therim lopën në surë e gat ajo. Masa ne dalim te Isa, te Musa, te profetë të tjerë. Problemi është lopa. Lopa na ka dhënë rrugë, na kanë zonë udhën edhe nuk ka të na lën ditën. Apo kupto ti, a tregimi i Bibëls për viçin e artë, unë ta tregova si ka ndodhur. Na të gjithë të dim tregimin. A viç illull, i goditun pej arit, ullën njerëzit e i thone, ky është Zoti jon. Këta janë Zot që na kanë qit pej Egjiptit. Kurani e merr literal këta. Edhe thot e kanë prej viçin, e kanë prej lopën. Kurani ka dhënë tregim. Ti atë tregim nuk duhet me marr Po e tregon tregimin, vlla dëgjoj. E tregon tregimin krejt mrapsht, se si nuk muj me dit Kurani. Dëgjoj, Biblia Kurani nuk krahasohen, apo? Huti. Biblia Kurani, a krahasohen? Biblia Kurani të njëjtat sene pithojnë. Dëgjoj. Pranda me. A? Dëgjoj. Biblia Kurani. Na nuk e kem të njëjtën metodologji të Biblës së Kuranis, unë e ti. Të krishterët nuk besojnë se Zoti pej qiellit ka dërgua vargje biblike. A kupto? Dersa ti, Islami beson se këto vargje kanë zbrit pej Allahut Azza wa Jall. Janë fjalë të përjetshme që kanë zbrit në histori. Si nuk mundet asnjë tregim biblik mia qellua Allahu ashtu si duhet. A pyetje për ty, se s'dua me bë ligjërata. Qëre, a di ku është problemi, si pas meje? Nëse do menimin tem. Problemi nuk është as Kurani, as Biblia. Problemi është kur na tregimet që janë në Kur'an i lexojmë bukfalisht, fjalë për fjalë. Po ai ka zbrit Allahu bukfalisht. Po pretjeri, kush po thot që i ka zbrit literalisht? Po Islami e pso këta. O shirk mos me besu këta. Po kundrazi, Islami jam që unë e besoj, mu më ka mësu që
në Kur'an ka metafora, ka shëmbëltyra, ka shprehje alegorike, simbolika, ka metonomi, ka metafora,